larg zgjedhjeve të 9 nëntorit. Si e vlerësoni balotazhin në komunën e Gjakovës? Vlerësoni se do të shkojë mirë dhe konform pritshmërive të lëvizjes vetëvendosje? Shumë mirë thatë se nuk është çështje ditëve më, është çështje orëve dhe po mundohemi të bëjmë maksimumin krejt çfarë dime mundemi në mënyrë që të kemi pjesëmarrje masive, të kemi mobilizim gjithandej dhe natyrisht një fitore të profesor Ardian Golës. Presim që Gjakova do ta bëjë ndryshimi në Republikën e Kosovës me qeverisjen e vetëvendosjes, ka kontributin e madh të gjakovarëve, është koha që ky ndryshim të bëhet edhe në këtë komunë, e cila i ka dhënë shumë çlirimit, demokracisë, zhvillimit dhe kulturës e historisë edhe të kombit shqiptar, jo vetëm të Republikës së Kosovës. Ne besojmë që me urën midis Prishtinës dhe Gjakovës, në kuptimin politik, financiar, ekonomik dhe institucional të fjalës, do të realizojmë të gjitha zotimet e kryetarit të ardhshëm Ardian Gola, por njëkohësisht edhe shumë projekte të tjera të cilat janë të nevojshme për Gjakovën e që më herët nuk janë realizuar. Balotazhi e pret lëvizjen vetëvendosje edhe në disa komuna tjera. Si qëndron situata, cilat janë pritshmëritë juaja? Gjakova është njëra prej 12 komunave ku ne kemi balotazh dhe ne presim që të fitojmë në të gjitha këto komuna. Diku janë gjasat më të mira se diku tjetër, mirë po angazhimi nuk mungon askund. Në fakt, aty ku jemi ca më larg, jemi duke punuar shumë më shumë në mënyrë që mbi 50% të jetë rezultatin e të 12 komunat atëherë kur komisionerët do të na raportojnë për të dhënat e fitoreve tona të vetëvendosjes e të numrit të saj 105. Te Ardian Gola kemi shumë besim, është i ditur, i guximshëm, i ndershëm dhe punëtor saktësisht çka i duhet Gjakovës. Faleminderit. Mandatari i ri, lajme të reja, zgjedhje apo qeveri Kurti 3? Në situatën në cilën ndodhemi, ne kemi dëshmuar që pa vonesa ecim përpara, prej Komisionit për verifikimin e mandateve, pastaj me propozimin për Albulena Agjiun, pastaj me ndryshimin e propozimit për shkak se këtë na imponoi gjykata kushtetuese, jo me të drejtë besojmë ne, dhe derisa e zgjodhëm kryetarin e kuvendit Dimal Bashën dhe u konstitua kryesia e kuvendit, ashtu siç edhe ne kishim sugjeruar me Nenad Rashiqin si njëri prej nënkretarëve, pra aty e kemi edhe Albulenën, e kemi Kujtim Shalin, e kemi Vlora Qitakun, Emilia Regjepin, por e kemi edhe një serb që e pranon Republikën e Kosovës dhe kontribon si për shtetin, ashtu edhe për komunitetin serb. Dhe tash së fundmi, natyrisht, me qenë se nuk i mora 6 nivotet e nevojshme, dhamë edhe propozimin tjetër, pa vonesë, me këtë do të merremi me një herë pas balotazhit, dhe çfarë duhet të theksuar është që opozita e ka në dorë që ta zgjedh rrugën e më tutjeshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose konjufsa 1 drejt zgjedhjeve në prill. Cila do prej neve është e pranueshme, le të bashkëpunojmë e le të ecim përpara, pra ne i duam zgjedhjet, por edhe më shumë se zgjedhjet, dëshirojmë ta formojmë qeverinë sipas rezultateve të 9 shkurtit, kur dolëm fitues, duke mos harruar që ne kemi 48 deputet, që është më shumë se sa PDK e LDK marrë së bashku, ato kanë 24 përkatësisht 20 deputet. Do të doni të dy zgjedhjet, cila është më e favorshme për Republikën e Kosovës? Për Republikën e Kosovës më e favorshmja është të votohet Glau Konjufca, dhe ta kemi një qeveri e cila e voton buxhetin e Republikës Kosovës, planin e rritjes për Bashkimin Evropian, pastaj buxhetin për Radio Televizionin e Kosovës, buxhetin për ato 3 komunat që kanë ngelur fatkeqësisht me buxhetet vitit 2024, siç është Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, mund të ketë disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare dhe të bëhemi gati që në prill të shkojmë në zgjedhje, për shkak se duket që kur me kaq shumë vështirësi mbërrihet tek numri 61, për zgjedhje apo për zgjedhje të presidentes e kemi të vështirë të bëjmë 80 deputet në sallë, andaj më mirë është që të kemi një qeveri afat shkurtër,
deri në muajin prill. Por natyrisht që këtë ne nuk mund ta vendosim vetë, këtë e ka në dorë opozita, është një ofertë jona gjeneroze, së pari u zëvendësua Albulena Haxhiu me Dimal Bashën, tash edhe unë me Glau Kënjufsën, vetëm ne kemi lëvizur, ndërkohë që kemi fiksim, bllokim dhe një lloj refuzimi për bindjen time as i logjikshëm as racional nga ana e subjekteve opozitare.